Data 23 në Malishev, komunë jenë provëmëni e Librit për Ali Krasniqi. Plot musafir, por një dhe ta jemë une. Të nderuar të pranishëm, për të nderuar jetën dhe veprimtarinë e Rapsodit Ali Krasniqi, ju flos të ngritin këmbë për 1 minutë nderim. I nderuar nënkryetari i komunës Zoti Versel Krasniqi, e dashur dhe nderuar familje Rapsodit Ali Krasniqi, të nderuar autor Ismet Krasniqi dhe Janus Mazreku, të nderuar të pranishëm. Sot jemi mbledhur për 2 arsye. E para, sepse përkujtojmë një nga rapsodët e tematik që kishte komuna jonë, që kishte llafusha e kombi shqiptar. Një nga rapsodët që kishte guximin t'i këndonte këmbët e Sali e Peris Krasniqit. Dhe e dyta, sepse përulojmë librin Rapsodi Ali Krasniqi, Fisniku i këmbës, i autorëve Ismet Krasniqi dhe Janus Mazreku. Të nderuar të pranishëm. Kjo ngjarje organizohet në përkujdesin e kryetarit të komunës, Zoti Dekret Kastrati, dhe në emër të komunës e ftoj ta merr fjalën me kryetarin Zotin Versel Krasniqi. Nderuar familjarë të dëshmorëve, nderuar Bacilil, nderuar presidenca e nderuar në Asman, kryetarin e komunës Krasniqi, ju njerëz të Tandës, nderuar dhe shumë të respektuar Asman Mosajros, autor të librit dhe gjithë ju të pranishëm. Në mëngjes të kërkoj e Krem Pastrati, i cili është në një takim në rastin e nënshkrimit të një kontrate me Ali Pastrati në Tiranë për ngritjen e një objekti për kryesa psikofizume dhe për pleq për të funksionuar, nuk pati mundësi që t'jenë të prezent, por një përcjellje përshëndetje me kryetarin Kastrati dhe autorët e librit që ju urojmë të suksese dhe në të vërtetë sot edhe unë personalisht, por një jashtëzakonisht të nderuar të tjerë në rastin e shënimit, promovimit të librit i cili ka vlera jashtëzakonisht të mëdha. Të nderuara familje e Nacionale, Sali Krasniqi, gjithashtu Feris Krasniqi, që është president. Në të vërtetë sot ne u konsultojmë rapsodët tonë të cilët dikur ishin ambasador jo vetëm të Malishevës, por ambasador të Kosovës, të cilët punin borxhe, punin përmes delave të Sharkisë, jo vetëm në trojet shqiptare, por edhe përtej saj deri në tokë. Sot gjithë historinë e rapsodit tonë, Ali Krasniqi, dy autorë e kanë vëndlerë në librin e tyre, që në të vërtetë është një libër jashtëzakonisht i pasur dhe shumë të rrezikshëm. Ne dikur ju kishim alternativa tjera ku përmes njerëzve të Tandës, të cilët i thushin borxhet, heronjve, dëshmorëve, heroizmat e tyre, e që më pastaj rapsodët tonë, si tash Ali Krasniqi, Sali Krasniqi, Feris Krasniqi, por dhe plot rapsodët të tjerë
tjerë përmes telave të Sharkisë e Çiftelisë e i kënduar në përrodat tona shqiptare, anë kanë të trojeve tona shqiptare. Dhe sigurisht, gjenerat pas gjenerate, jemi frymëzu me heroizmat e tyre dhe kështu deri në fund, deri sot, kur ne këtu jemi të lirë, po flasim lirshëm, po promovojmë libra të këtyre artistëve, sigurisht që kjo ka ardhur si kontribut edhe i këtyre njerëzve, këtyre rapsotëve, shkrimtarëve, e që për neve, gjenerat pas gjenerate,